A e dini se çdo ditë, pa e kuptuar, mund të jeni duke dobësuar vetë mbrojtjen tuaj më të fuqishme, imunitetin, jo nga sëmundjet, por nga ushqimet që mendoni se janë normale. Supermarketi është plot me produkte që duken të pafajshme, por në heshtje shkatërrojnë trupin tuaj. Dhe pjesa më e frikshme, askush nuk ju paralajmëron, sepse kjo industri fiton kur ju sëmureni, jo kur jeni të fortë. Nëse doni të dini të vërtetën që shumë njerëz nuk e thonë, qëndroni deri në fund. E vërteta e fshehur pas ushqimeve që konsumoni çdo ditë. Imuniteti juaj nuk është vetëm një sistem biologjik. Është linja juaj e parë dhe e fundit e mbrojtjes kundër gjithçkaje që mund t'ju dëmtojë. Çdo virus, bakter, infeksion, çdo rrezik i padukshëm përballet fillimisht me të. Dhe ndërsa shumë njerëz përpiqen ta forcojnë atë me vitamina apo suplemente, një e vërtetë thjesht shpesh injorohet. Ju nuk mund ta ndërtoni imunitetin nëse vazhdoni ta shkatërroni atë çdo ditë. Problemi nuk qëndron vetëm tek ajo që nuk hani, por tek ajo që konsumoni pa menduar. 1. Sheqeri, armiku i heshtur. Sheqeri është një nga faktorët më të mëdhenj që dobëson sistemin imunitar. Kur konsumoni sasi të larta sheqeri, ndodh diçka e rrezikshme në trupin tuaj. Qelizat e bardha të gjakut, që janë ushtarët e imunitetit, bëhen më pak efektive në luftimin e baktereve. Imagjinoni një ushtri të fortë, që papritur bëhet e ngadalt dhe e hutuar. Kjo është pikërisht ajo që ndodh. Dhe nuk po flasim vetëm për ëmbëlsira. Sheqeri është i fshehur kudo. Pijet e gazuara, lëngjet natyrale të paketuar, dritherat e mëngjesit, koset me shije. Ju mendoni se po konsumoni diçka të padëmshme, por në realitet, po jepni trupit tuaj një goditje të fortë çdo ditë. 2. Ushqimet e përpunuara, helm modern i përditshëm. Në botën moderne, ushqimi i shpejt është bërë pjesë e jetës, por ky komoditet ka një çmim të fshehur. Ushqimet e përpunuara përmbajnë konservues, ngjyrues artificial, yndyrna të këqija, krip në sasi të tepërt. Këto substanca nuk janë krijuar për shëndetin tuaj, por për jetëgjatësinë e produktit dhe fitimin e kompanive. Kur këto hyjnë në trupin tuaj çdo ditë, ato krijojnë inflamacion të vazhdueshëm, një gjendje ku trupi është gjithmonë në alarm, dhe kur trupi është vazhdimisht i stresuar, imuniteti dobësohet. Është si të jetosh në një gjendje lufte të përhershme, ku trupi lodhet dhe nuk mund të mbrohet më siç duhet. 3. Yndyrnat trans, shkatëruesit e padukshëm. Yndyrnat trans gjenden shpesh në ushqime të skuqura, biskota industriale, margarin, fast food. Këto yndyrna nuk janë natyrale dhe trupi juaj nuk di si t'i përpunojë siç duhet. Ato ndërhyjnë në funksionimin normal të qelizave dhe dobësojnë reagimin imunitar. Rezultati: trupi bëhet më i ndjeshëm ndaj sëmundjeve, lodhjes dhe infeksioneve. 4. Alkooli, sabotuesi i fshehur i mbrojtjes suaj. Shumë njerëz e shohin alkoolin si një mënyrë për t'u relaksuar, por ajo që ndodh brenda trupit është krejt ndryshe. Alkooli dobëson prodhimin e qelizave imunitare. Dëmton zorët, ku ndodhet një pjesë e madhe e imunitetit. Ul aftësinë e trupit për të luftuar infeksionet. Një gotë mund të duket e pafajshme, por kur bëhet zakon, efekti është kumulativ dhe i rrezikshëm. 5. Mungesa e ushqimit të vërtetë. Ndoshta problemi më i madh nuk është vetëm ajo që konsumoni, por ajo që mungon. Trupi juaj ka nevojë për vitamina natyrale, minerale, fibra, antioksidant. Kur dieta juaj është e mbushur me ushqime të përpunuara, nuk ka vend për këto elemente jetike. Dhe pa to, imuniteti nuk mund të funksionojë siç duhet. Është si të përpiqesh të ndërtosh një shtëpi pa materiale. Realiteti që shumë nuk duan ta pranojnë. Nuk është sekret që industria ushqimore fiton miliarda nga produktet që nuk janë të mira për ju. Dhe sa më shumë të konsumoni, aq më shumë rritet rreziku për probleme shëndetësore. Por askush nuk do t'ju ndalojë, sepse vendimi është gjithmonë në duart tuaja. Çdo kafshat që merrni është një zgjedhje, ose ushen trupin tuaj, ose e dobëson atë. Dhe ajo që bëni çdo ditë ka më shumë ndikim se sa çdo ilaç që mund të merrni më vonë. E vërteta e fshehur pas ushqimeve që konsumoni çdo ditë. Shumë njerëz nuk e kuptojnë, por imuniteti juaj nuk është thjesht një sistem biologjik i fshehur brenda trupit. Ai është linja juaj e parë dhe e fundit e mbrojtjes kundër çdo rreziku të jashtëm, viruseve, baktereve, infeksioneve dhe toksinave që kalojnë çdo ditë në trupin tuaj. Çdo ditë që zgjohemi,
trupi ynë përballet me mijëra sfida të padukshme, dhe mënyra se si ushqemi përcakton nëse ai do të fitojë betejën apo do të dështojë. Por, fatkeqësisht, shumica e dietave moderne janë të mbushura me ushqime që, në heshtje, po shkatërrojnë sistemin imunitar. Ky nuk është vetëm një problem i vogël. Është një krizë e fshehur që ndodh çdo ditë në trupin tuaj, dhe shumë njerëz nuk e dinë se po e dobësojnë trupin e tyre me çdo kafshat që marrin. Pikërisht këtu fillon problemi. Ne nuk po flasim vetëm për ëmbëlsira apo ushqime të pakontrolluara të shpejta. Ushqimet që duken të padëmshme dhe të zakonshme mund të kenë ndikim të madh negativ në aftësinë e trupit për të luftuar sëmundjet. Dhe për fat të keq, shumë nga këto ushqime janë pjesë e dietës tonë ditore pa asnjë paralajmërim. Sheqeri, armiku më i fshehur i trupit. Sheqeri nuk është vetëm një problem për peshën ose dhëmbët tuaj. Ai ka një efekt direkt dhe të dëmshëm mbi imunitetin. Kur konsumoni sheqer në sasi të larta, qelizat e bardha të gjakut, që janë ushtarët tuaj biologjik, bëhen më pak efektive. Kjo do të thotë se trupi juaj nuk mund të luftojë infeksionet në mënyrën më të mirë të mundshme. Pjesa më shqetësuese është se sheqeri nuk gjendet vetëm tek ëmbëlsirat e dukshme. Ai është kudo, nga pijet e gazuara dhe lëngjet e paketuar, tek drithrat e mëngjesit dhe madje edhe koset me shije. Çdo produkt që duket i padëmshëm mund të përmbajë sheqer të fshehur, duke dobësuar trupin tuaj pa e kuptuar. Për ta bërë këtë më konkret, imagjinoni një ushtri të fortë dhe të disiplinuar që mbron një qytet. Pa pritmas, komandanti i saj urdhëron që ata të ngadalsojnë reagimin dhe të bëjnë gabime. Rezultati: qyteti bie lehtë prej sulmeve. Kjo është pikërisht ajo që ndodh me trupin tuaj kur konsumoni sheqer të tepërt. Ai humbet aftësinë për të mbrojtur nga kërcënimet e jashtme. Ushqimet e përpunuara, helmi modern që konsumojmë çdo ditë. Një tjetër faktor kryesor që dobëson imunitetin janë ushqimet e përpunuara. Në botën moderne, komoditeti i ushqimeve të shpejta është bërë pjesë e jetës sonë, por këto produkte shpesh përmbajnë sasi të larta konservuesish, ngjyrues artificial, yndyrna të këqija dhe krip. Këto nuk janë të dizajnuara për shëndetin tuaj, por për jetëgjatësinë e produktit dhe për të rritur fitimin e kompanive. Kur këto hyjnë në trup çdo ditë, ato krijojnë inflamacion të vazhdueshëm, një gjendje ku trupi është gjithmonë në alarm. Inflamacioni kronik është një nga armët më të mëdha kundër imunitetit, sepse lodh trupin dhe bën më pak efektiv në luftimin e sëmundjeve. Për të kuptuar më mirë, është si të jetosh në një gjendje lufte të përhershme, ku trupit nuk i lejohet të pushojë ose të rigjenerohet. Për më tepër, shumë nga këto ushqime përmbajnë aditiv të fshehtë që ndërhyjnë në funksionet normale metabolike, duke penguar trurin dhe trupin të identifikojnë dhe të luftojnë kërcënime. Yndyrna trans, sabotacioni i padukshëm. Yndyrna trans, të gjendur shpesh në ushqime të skuqura, biskota industriale, margarin dhe fast food, janë të krijuara për të zgjatur jetëgjatësinë e produktit dhe për të përmirësuar shijen. Por trupi ynë nuk i përpunon dot natyrshëm. Këto yndyrna jo vetëm që kontribuojnë në rritjen e kolesterolit të keq, por dobësojnë edhe aftësinë e trupit për të reaguar ndaj infeksioneve. Kur konsumohen vazhdimisht, yndyrna trans shkaktojnë inflamacion, çrregullime metabolike dhe dobësim të përgjigjes imunitare. Në thelb, ato janë si sabotaçues që veprojnë në heshtje brenda trupit tuaj. Alkooli, sabotuesi i fshehur i mbrojtjes suaj. Edhe alkooli ka një efekt dramatik mbi imunitetin, edhe pse shumë njerëz e shohin atë si një mënyrë relaksimi. Konsumi i alkoolit dobëson prodhimin e qelizave imunitare, dëmton florën intestinale, e cila është një pjesë kritike e imunitetit, dhe ul aftësinë e trupit për të luftuar infeksionet. Një gotë mund të duket e padëmshme, por kur kjo bëhet zakon, efekti është kumulativ dhe serioz. Trupi juaj nuk e merr vetëm një goditje të vogël. Ai humbet gradualisht aftësinë për të mbrojtur nga kërcënimet e jashtme. Mungesa e ushqimeve të vërteta. Problemi më i madh. Mund të duket ironike, por shpesh problemi nuk është vetëm ajo që konsumojmë, por ajo që mungon. Trupi ka nevojë për vitamina natyrale, minerale, fibra dhe antioksidant për të funksionuar si duhet. Kur dieta juaj është e mbushur me ushqime të përpunuara dhe sheqer, nuk ka vend për këto elemente jetike. Pa to, imuniteti nuk mund të funksionojë si duhet. Trupi nuk ka karburant për të ndërtuar dhe riparuar qelizat e tij, për të prodhuar antitrupa, apo për të luftuar infeksionet. Është si të përpiqesh të ndërtoni një shtëpi pa materiale ndërtimi. Në këtë pikë, është e qartë se shumë nga vendimet tona të përditshme për ushqimin nuk janë thjesht zakone të padëmshme. Ato po shkatërrojnë një pjesë të rëndësishme të shëndetit ton, sistemin imunitar.
Kjo është e rëndësishme për secilin person, sepse çdo kafshat që merrni është një zgjedhje. Ose ushen trupin, ose e dobëson atë. Realiteti është i thjeshtë dhe brutal. Industria ushqimore fiton miliarda nga produktet që nuk janë të mira për ju. Sa më shumë të konsumoni, aq më shumë rritet rreziku për probleme shëndetësore. Por vendimi është gjithmonë në duart tuaja. Çdo kafshat që merrni ka një ndikim kumulativ, dhe nëse vazhdoni të konsumoni ushqime që shkatërrojnë imunitetin, asnjë vitamin apo suplement nuk mund ta zëvendësojë dëmin. Mesazhi që ndryshon gjithçka. Tani e dini të vërtetën që shumë mjek dhe industria nuk duan ta dini. Çdo ditë, çdo kafshat, mund të jeni duke shkatëruar mbrojtjen më të fuqishme të trupit tuaj, imunitetin. Por këtu qëndron fuqia juaj. Ju mund ta ndryshoni këtë menjëherë. Ndryshimi nuk kërkon ilaçe magjike ose investime të mëdha. Ai fillon me zgjedhjet e përditshme. Heqja e sheqerit të tepërt, kufizimi i ushqimeve të përpunuara, shmangia e yndyrnave trans dhe alkoolit, dhe ushqimi me ato që trupi juaj i do. Fruta, perime, fara, proteinë cilësore dhe ushqime natyrale të pasura me antioksidant. Mos harroni, çdo ndryshim i vogël sot është një fitore për trupin tuaj nesër. Çdo gjë që vendosni të hani ose të shmangni, po ndërton një trup më të fortë, një imunitet më të fuqishëm dhe një jetë më të shëndetshme. Pra, mos prisni derisa të ndiheni të sëmurë. Filloni tani. Ju meritoni një trup të fortë dhe të paprekshëm nga sëmundjet. Dhe imuniteti juaj mund të jetë armë e pathyeshme, nëse dini si ta ushqeni.